Sot në Greqi është hedhur shtesë zgjedhore një ditë para zgjedhjeve kritike ku qytetarët e saj do të vendosin nëse do të mbeten në euro duke u nështruar masave të kursimit apo do të dalin jashtë saj. Zgjedhjet e nesërme cilësohen si më dramatike të dekadave të tëra në Greqi. Sondazhet e fshehura në ditët e fundit regjistrojnë një situatë thriller ku dallimet mes demokracisë së re dhe Syrizës janë në kufit e gabimit statistikor, ndërkohë që vret një përqindje e madhe e njerëzve të pavendosur. Sipas disa kompanive të pavendosurit janë mbi 15%. Ekziston një klim tepër e paqartë për rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, ku shumica e kompanive të sondazheve japin një përparësi të lehtë demokracisë së re, ndërsa të tjera besojnë se nëse dinamika sociale shprehet në kutinë e votimit, kjo do t'i japë fitoren Syrizas. Sipas vlerësimit të sondazheve, është e vështirë që partia e parë të kalojë kufirin prej 30%. PASOK pritet të renditet si forca e tretë politike, ndërsa afër normës së 6 majit ndodhet agimi i artë pavarësisht një rënje të lehtë në sondazhe.